çka ka identifikuar garën për asamble komunale në këto zgjedhje ka qenë që ka pas partitë ku shumë kandidat ose asamblesë të aktuale që kanë pas në mandatin e fundit nuk i kanë rikandiduar. Ka pas, domethënë, një rifreskim të listave për kandidat për asamble komunale. Po, për shembull besnik, Përse një gjë e tillë, të flasim në të përgjithshme. Për shembull, shumë parti, subjekte politike kanë vrejt dembelat brenda kuvendit. Dhe ata nuk ju vijnë kuvendit dhe nuk ju vijnë partive. E para që ka qenë rezultati i parë dhe disa prej tyre kanë shërbyer në kurzime, kërcënime, këtë aspektin politik, jo publik si që njëmi kërcënimin, apo mënyrën për të mos qenë komunikues dhe adresues të mirë të çështjes së kuvendit. Konsideron kanë shërbyer me kërcënime në çfarë forme? Në kërcënime ndaj kujt? Nëse nuk favorizon me një projekt, me një favorizim punëse më shumë të tjerë, nuk i kanë dhënë mundësi të jenë kandidat, për shkak që ata vetëm e kanë penalizuar qeverisën efektive, sesa e kanë rritur mundësinë e afrimit të qeverisë ndaj përqytetarëve dhe çështje. Dhe këta njerëz janë penalizuar. Domthonë edhe nuk kanë pas mundësi të futen, sidomos subjekte politike kanë përjashtuar nga mundësia e kandidatimit të tyre, por që rezultatet kanë treguar shumë më mirë se sa që kemi parë. Domthonë, po flasim në shumicën ndërmuese të komunave, edhe në Prishtinë, edhe në Prizren, edhe në Pej, edhe në Podije, edhe në Ferizaj, edhe në Shtime, në Kaçaneke, në Viti, kemi pas figura dhe kemi figura shumë të rëndësishme për nivelin e tyre që mund të përfaqësojnë në nivelin e antarit të kuvendit, që është shumë rëndësishëm, edhe pse shumica dërmuese nuk kemi pa një rezultat të dukshëm që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënien ndaj qytetarëve, sepse antari i kuvendit dhe kuvendi është një mekanizëm shumë i rëndësishëm në vend, e sidomos në pushtetin lokal, e që shumica prej tyre nuk kanë arritur të kuptojnë dhe të dinë rolin e tyre. Edhe roli si antari i kuvendit, edhe kuvendi ka një mekanizme që janë shumë të rëndësishëm që edhe në adresim e problemit, edhe në identifikim e problemit, edhe në planifikimin. Sepse një kuvend efektiv, me antarë të kuvendit, mund të iniciojnë rregullore të ndryshme, të adresojnë probleme dhe të njëri kur të zhvillojnë. Që në fakt, në shumicën ndërmuese të komuna nuk kemi pas një gjë të tillë, edhe nuk kemi po, vetëm ka kritika, akuza, por jo duke paraqitur një problem që mund të luajë një rol të rëndësishëm edhe si antar po si kuvend.